shikimi është portë e zemrës. Atëherë zemra përthith çdo gjë përmes imazheve që i përçon syri, përmes imazheve dhe pamjeve që i përçon shikimi. Prandaj Allahu i Madhërisëm, qartazi dhe prerazi, na urdhëron që të kemi kujdes me shikimin tonë, që ta ulim atë, dhe të mos shikojmë vetëm se në gjërat lejuara. Dhe jo më kot Allahu fillimisht i drejtohet gjinisë mashkullore, për arsye se dobësia e meshkujve është shikimi. Dhe kaq dobësia e femrave është përgojimi, apo të folurit e pakujdesshëm. Dhe shpesh herë keni pa që kur meshkujt sprovohen apo trishtohen në diçka i mbyllin syt, ndërkaq kur gratë sprovohen apo trishtohen me diçka e mbyllin gojën. Nga se kjo nuk është e rastishme. Për shkak të dëmtimit më të madh që ja shkaktojmë ne vetes tonë, ne si meshkuj përmes shikimit, e gjinia femërore zakonisht përmes përfoljes, së gabuar përmes përgojimit e kështu me radhë, edhe reagimet tona vijnë nga dobësia jonë. Për këtë arsye Allah thot: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaj ju besimtarëve Muhammed, pra meshkujve për besimtarëve, yaghuddu min absarihim, le ti ulin shikimet e tyre, wa yahfazu furujahum, dhe le ti ruajnë nderet e tyre. Që i bie një prej mekanizmave më të rëndësishëm dhe më të drejtë për drejtë të mbrojtjes së nderit tonë është ulja e shikimit. Nga se vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që shikimi është shigjet për shigjetave të iblisit. Nëse ne nuk kemi kujdes me mënyrën se si shikojmë dhe ku shikojmë, atëherë iblisi është mjeshtërisht i përgatitur për ta keqpërdorur shikimin tonë të gabuar apo të ndaluar, sepse përmes shikimit të ndaluar, pastaj imazhet që ne i shohim, imazhet e haramit, përçohen në zemër. Dhe zemra fillon edhe e dashuron pamjen e keqe, e dashuron pamjen e haramit. Dhe ju e keni parasysh se pamjet e ndaluara zakonisht janë më joshë se sa ato të lejuarat. Pamjet e harameve din të jenë shumë të zbukuruara, sepse shejtani mallkuar i zbukuron ato. Dhe na tërheq neve vëmendjen për t'i parë ato, dhe na i bën të dashura. Prandaj ulja e shikimit është preventiv e garantuar nga ana e Allahut e mbrojtjes zemrës.